Moderatorja, prezantuesja dhe një nga figurat më të komentuara të showbizit shqiptar, Luana Vjollca, ka ndezur djerjeti me disa story të postuara nga Berati. Pamje të cilat duket se kanë qenë të mjaftueshme për të ndezur një valë thashethemesh, hipotezash dhe pritshmërish rreth rikthimit të saj në botën e projekteve të mëdha. Në videot e publikuara, Luana shfaqet në një ambient filmik të mirëfillt. Kamera profesionale, reflektor të fuqishëm, mikrofon direksional, kablo të shtrira kudo, makina produksioni të parkuara anash, regjisor, asistent, stilist dhe ekip teknik që lëvizi me ritëm të sinkronizua. Një panoram tipike për xhirimet e një filmi, jo për një projekt të thjesht televiziv. Dhe pikërisht kjo ka bërë që rjeti të shpërthej. Luana nuk ka thënë asnjë fjalë konkrete. Ajo, me të zakonshmen e saj të mbuluar me mister, ka zgjedhur vetëm disa fjalë kod të shkurtra, por të mbushura me domethënie. Deri në fund dëgjojeni. Nisim. Në pamje të parë, një lloj komunikimi enigmatik që të lë të mendosh se diçka shumë e madhe po nis. Se ajo është aty për një arsye më të rëndësishme se sa thjesht një vizitë apo një bashkëpunim rutinë. Dhe ndërsa fansat ende po përpiqeshin të deshifronin mesazhin e saj, një detaj tjetër shpërtheu në rrjet dhe ndërtuar gjithë mozaikun e dyshimeve. Olsi Bylyku, aktori, humoristi dhe së fundmi regjisori që ka paralajmëruar një projekt të madh kinematografik, ka postuar sot një video nga xhirimet e DAI 16. Në videon e tij shihen të njëjtat lokacione, i njëjti ambient, e njëjta energji pune. Për të mos thënë edhe disa nga të njëjtët njerëz që duken te storyt e Luanës. Për publikun, kjo ishte e mjaftueshme. Luana Vjollca po merr pjesë në filmin e ri të Olsi Bylykut. Në heshtje, pa shpallje, pa paralajmërime, pa bujë, pikërisht siç bëjnë surprizat e mëdha. Një bashkëpunim që askush nuk e kishte imagjinuar. Lidhja mes Luanës dhe Olsit ka qenë gjithnjë profesionale, por e kufizuar. Nuk ka pasur projekte të përbashkëta më parë. Dhe pikërisht kjo e bën këtë zhvillim të paparashikueshëm. Dy figura të showbizit që vijnë nga fusha të ndryshme, që ndër vite kanë ndërtuar karriera të pavarura dhe të forta. Duket se po bashkojnë forcat për një projekt që mund të shndërrohet në një nga ngjarjet më të mëdha filmike shqiptare të viteve të fundit. Burime të pakonfirmuara pranë produksionit qarkullojnë në rrjet me shpejtësi. Disa pretendojnë se Luana ka një rol kryesor femëror. Të tjerë mendojnë se ajo është e përfshirë në një rol simbolik, por shumë të rëndësishëm, ndërsa teoritë më të moderuara sugjerojnë se ajo mund të jetë pjesë e një sekuence të veçantë, një cameo që do të bëjë bujë. Deri më tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar. E megjithatë, gjithçka në terren të çon drejt të njëjtit konkluzion. Berati, qyteti që për disa ditë është kthyer në një mini Hollywood shqiptar. Banorët e qytetit kanë nisur të postojnë foto dhe video nga distanca, ku shihen drita të mëdha, skena të ngritura, ekipe xhirimi që lëvizin me ritëm të pandalshëm. Atmosfera e xhirimeve ka kthyer Beratin në një qendër të vogël të vëmendjes mediatike, me njerëz që pyesin nëse filmimet do të vazhdojnë gjatë gjithë javës dhe kush tjetër nga bota e artit mund të jetë pjesë e projektit. Disa dëshmitar të pranishëm në zonë kanë raportuar se pranë setit është parë lëvizje e shtuar sigurie. Çka nënkupton se projekti është serioz, i madh dhe kërkon strukturë profesionale. Madje, disa kanë pretenduar se Luana ka xhiruar disa skena të rëndësishme gjatë orëve të natës. Pretendime që ende nuk janë verifikuar, por që kanë ndezur edhe më shumë debatin online. Pse ky projekt ka krijuar kaq shumë bujë? Së pari, sepse Luana Vjollca është nga pak artiste shqiptare që din të krijojnë efekt flusk. Çdo lëvizje e saj është e kalkuluar, çdo projekt që zgjedh ka peshë. Rikthimi i saj pas një periudhe relativisht të qetë në publik është në vetvete lajm. Së dyti, Olsi Bylyku, me humorin dhe aftësinë e tij për të krijuar projekte virale, ka fituar statusin e një prej emrave më të ndjekur dhe më produktiv në treg. Bashkimi i tij me Luanën është një dyshje që për opinionin publik tingëllon si një formule fort për sukses. Së treti, sepse nuk ka asgjë të konfirmuar, dhe pikërisht mungesa e informacionit është ajo që krijon më shumë zhurmë. Çfarë pritet tani? Fansat presin të paktën një njoftim zyrtar, një foto të dyshjes së bashku, ose të paktën një detaj të vogël nga produksioni. Por duke parë llojin e projektit dhe mënyrën si po lëvizin të dy protagonistët, është e qartë se çdo informacion do të vijë vetëm kur ata të jenë gati ta publikojnë. Deri atëherë, pyetja e madhe mbetet. A do ta shohim Luanën për herë të parë në rolin e aktores kryesore të një filmi shqiptar? Nëse po, atëherë ky do të jetë padyshim një nga momentet më të rëndësishme të karrierës së saj.
dhe një nga ngjarjet më të forta të kinemas shqiptare për vitin e ardhshëm. Deri në një njoftim zyrtar, publiku mund të bëjë vetëm një gjë: të presë, sepse diçka po vjen, dhe po vjen me shumë zhurmë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.